Ne do të kalojmë te një kartolinë tjetër, duke qenë se jemi në datën 30, një ditë para vitit të ri. Ju e dini që kopshet kanë pasur shumë angazhime, fëmijët kanë realizuar festa. Edhe një kartolinë të bukur e kemi bërë te kopshi publik Tona Limhilli në qytetin e Shkodrës, në lagjen Skënderbek. Unë përshëndes gjithë stafin e mësueseve, guzhinjerëve, po çka guzhinjerësh fantastike kanë. Kur shkon në mëngjes, po drit guzhina atyre, sa futesh në kopshin Tona Limhilli dhe ti shikon guzhinën e hapur, shkëlqejnë ato enët e guzhinës dhe pastaj shikon 3-4 guzhinjere që gatuajnë në prezencën e çdo kalimtari që kalon aty për të çuar fëmijët. Një kënaqësi e papara, aroma mirë gatimeve, po, gatuajnë shumë mirë. Dhe jemi tek grupi Pinoku, por do të sjellë një kartolinë shumë të bukur të fëmijëve në kopshin Tona Limhilli.
Gjupi flak të kuq, me pellushi bora, në krye kapuq, dora shkat e dora, mjekrën qisht të lung, mostaqet e gjata, në shpinë si një gung, një thes me lorata, si gaz dhe hare, shtëpi me shtëpi, sa i bukur që je, ti o vitiri. Ti vjetër po na shkan, e kujtojnë në nostalgji, bëhemi gati për të pritur me gëzim vitin e ri. Një vit tjetër ne e presim prap të derës tash ka ardhur, çdo fëmijë dhe e rritur oroj të ketë një vit i parë. Shpitona ka festa, mbredhat bushur me stoli, dekorohet gjitha vendet për të festuar vitin e ri. Jana erdhi viti i ri, shkon qembrelli me stoli, plot me lutra i ngarkuar, tëra i flakëruar, lak në maj, gjyra, të hubace ka shtëfra, do të peme si me bledhe me kazale për ta hedhur. Lak të kuq, me pellushi bora, në krye kapuq, dora shkat e dora, mjekrën qisht të lung, mostaqet e gjata, në shpinë si një gung, një thes me lorata, si gaz dhe hare, shtëpi me shtëpi, sa e bukur që je, ti o vit i ri. Na sjellin dhurata për vitin e ri, krenushët drapojnë me gjitha shpejtësi, na sjellin dhurata.